Java që lam pas ishte një javë nxehtë. Këtë javë Edi Rama përdori forcën e kartonave ti të krimit për të votuar në parlament ligje dhe amendime të kodit civil, të kodit detar, me të cilat ai mbështet fuqishëm oligarkët dhe interesat e tij kriminale. Edi Rama përdori kartonat e tij të krimit për të votuar në parlament dhuratën e parave që u grabiti pensionistëve shqiptar, qytetarëve shqiptar dhe për t'ia dhuruar ato miliardierit Kanye West. Në një koncert që synonte mbi të gjitha një sfumim apo zhurmim të kryengritjes paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria që nga vitet 90. Përveç kësaj, ai përdori dhunën me tegër. Lëndet helmuese, djegëse, kimike, një lloj si ato që përdoren në llogoret e luftës kundër armiqve, i përdorin ndaj protestuesve paqësor të protestës rinore qytetare. Por duhet theksuar se dallgët e kësaj lëvizje jo vetëm që nuk po shuhen, por po bëhen gjithnjë e më tronditëse për Edi Ramën dhe regjimin e tij. Miq, ju që ndoqët mbrëm dje në pallatin presidencial, ju pat aty një dyftyrsh, një cinik dhe një njeri të falimentuar. Njeri që injoroi de facto totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. Kërkesat më themelore të kësaj proteste janë 5 pikat, nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Nuk ka kërkesë me legjitime sepse Edi Rama nuk është një kryeminist legjitim. Edi Rama është instaluar në pushtet nga zgjedhjet plaçkitura të vërtetuara tashmë nga gjitha raportet ndërkombëtare. Edi Rama qëndron në pushtet pasi kanë vjedhur qindra milion euro së bashku me Lubi Ballukun dhe mbrojti atë për të mbrojtur veten e tij në një akt të paprecedent.
dhe në shkallë të plot papërgjegjësi u thoshte dje se në 100 vitet e fundit nuk është dënuar ndonjë zyrtar për korrupsion, pa çka se vetëm 30 vitet e fundit 2 ish kryeministra socialist kanë bërë burg për veprën penale të korrupsionit. Po kur nuk ke turp, bën çdo gjë dhe thuhet çdo gjë.